Të dashur shqiptar, sot do të mësojmë emrin e Sicilisë, që sipas studiosëve shqiptar vjen nga gjuha shqipe. Është një emër pellazg i regjistruar nga faraonët e Egjiptit. Shekel ishin luftëtar që sulmuan Egjiptin në vitet 1100 para erës sonë. Dhe emrat e tyre dhe të dardanëve janë të shënuara në piramidat e Egjiptit. Ata që sulmuan Egjiptin dhe e pushtuan atë. Është e pabesueshme. Ta shikojmë pra se si u formua ky emër. Të dashur shqiptar, emrin e Sicilisë e ka shpjeguar një gjuhëtar i shquar që njihet në të gjithë Shqipërinë, dhe ai thotë që emërtimi i ishullit të Sicilisë, nga burimet historike të dokumentuara, është shumë i turbullt dhe e lidhin me sikulët, një nga 3 popujt që banonin në ishullin në antikitet bashkë me elimët dhe sikanët. Por etimologjia e emrit të popullsisë Sikuli është krejt e paqartë. Madje disa studiues hamendsojnë një rrënjë indo-europiane sek, që do të thotë ndjek, por edhe kjo nuk bind. Nëse bëjmë një paralele me shqipen, marrim 2 ose 3 pozime shumë interesante etimologjike. Distanca më e ngushtë që ndan ishullin e Sicilisë me Italinë është 3100 metra dhe kjo ngushticë emërtohet Messina. Kështu ngushtica Messina shërben si një çelës, hapësire çelur midis 2 brigjeve. E kemi sqaruar edhe një herë tjetër etimologjinë e fjalës çelës nga 2 funksionet e tij. Çel plus z, çelës. Nëse hapësirën midis 2 brigjeve e pranojmë si emërtim nga fjala çelës, kemi Sicili, e cila ndahet në 3 rokje. Si, qi, li. Kjo fjalë ndarë me 3 rokje mund të këmbej rokjet me njëra tjetrën dhe si, qi, li është e barazvlefshme me qi, li, si. Pra, nga fjala Sicili, nxjerrim që ajo ka rrjedhur nga shqipja qilisi, e cila nuk është si fjalë në shqip, por është pasqyrim i fjalës Chelsea, forma e trajtës së shquar të gjuhës shqipe. Shohim se kemi vetëm një metatezë rokjesh, si tek Velenzë dhe Levenzë. Pra është një lloj si një ekuacion aritmetik ku tingulli A plus B plus C ka dhënë Z, tingulli A plus C plus B ka dhënë Z, tingulli B plus A plus C ka dhënë Z, tingulli B plus C plus A ka dhënë Z, tingulli C plus A plus B ka dhënë Z, dhe tingulli C plus B plus A ka dhënë Z. Pra emri Sicili ka ardhur nga metateza qilisi, që është pasqyrim i fjalës qilësi, e shqipes. Për të dashur shqiptar, kjo është metoda e algoritmit simbolik të përdorur shpesh nga Petrozhei. Origjina e fjalës Sicili ka ardhur sipas metodës së algoritmit simbolik, e cila zëvendëson me formula të shpikura nga gjuhëtari Petrozhei tinguj me elemente matematik. Dhe mund të zëvendësosh një numër me një tingull. Këto janë formulat e Petrozheit, të dashur shqiptar, themeluesit të teorisë së embriomorfemave. Ky shpjegim, i ngjashëm me shpjegimet e Petrozheit, që unë kam adhuruar gjithjetën, por nuk e dija se çfarë ishte algoritmi simbolik, e kam kuptuar me emrin e Sicilisë. Të zëvendësosh tinguj të ndryshëm me numra dhe të krijosh formula në kokë, që nuk ekzistojnë. Formula matematike. Dhe fillova të interesohem për emrin e Sicilisë, nga vjen. Të lexoj të gjitha burimet e lashta, a vjen nga shqipja apo jo. Dhe kur ta shikoni këtë, do mahniteni me gjuhëtarët shqiptar, me gjenitë e gjuhës sonë. Kaq shumë u trondita nga shpjegimi që i dhan gjuhëtarët shqiptar emrit të Sicilisë, sa vendosa të lexoj në origjinal në helenisht se çfarë thon gjuhëtarët e lashtë për emrin e Sicilisë. Ky është varianti në greqisht dhe këtu është përkthyer në anglisht që e kupton çdo njeri. Pra Sikanja është emri i parë i Sicilisë. Nuk quheshte Sicili, po Sikanja ose Sikanje.
Sikelia është gjithashtu një pjesë e Thrakisë. Tani, kjo nuk është gjëkundi, dhe këtu deshu çmenda kur e lexova. Pra, të ashtu quajturit Pelasg janë banorët e Sicilisë. Sikanoj Horoj quhet një lloj vallëzimi i sikanëve edhe në Sicili edhe në Thraki. Ka lindur dhe folja Sikelizein, që do të thotë të sillesh si një budalla, të sillesh si një i çmendur, si një i marr, si një siqel, si banori i Sicilisë. Dhe ky është vetëm fillimi. Emri i Sicilisë ka kuptimin trikokat për shkak të 3 brigjeve në formë hunde të Sicilisë ose 3 cepat e Sicilisë. Dhe kjo është në helenisht e pastër. Trina Kria, fjalë për fjalë do të thotë tri, dhe Akria, që do të thotë kepi, me 3 kepa, ishulli me 3 koka. Kjo më ka lënë pa mend. Ky është emër helen, por emri i Sicilisë origjinal është Sikania. Tani në gjuhën helene kjo nuk kuptoj se çfarë ishte dhe shpjegohet Sikania me një fjalë në gjuhën helene që do thotë komplot. Pra helenët nuk e dinin ç'do thoshte fjala Sikania. Tani hap fjalorin e Stefanosit të Bizantit. Aty është mbledhur e gjithë dituria jo vetëm e botës perëndimore, por është mbledhur dituria e botës akadiane, e botës së hebrejve, e botës asiriane. Pra, këta gjuhëtar të mrekullueshëm në Aleksandri dhe në Bizant e shpjegojnë me saktësi se çfarë është Sikania, origjina e sikelve. Për herë të parë, emri Sikania është regjistruar në Gadishullin Iberik. Ishin Kelt. Dhe këta sikanët vinë pikërisht në Itali, nga Italia përzihen për në Sicili. Ky është udhëtimi i sikanëve të dashur shqiptar. Tani çdo thot Sikania sepse askush nuk e di, gjuhëtari shqiptar ka të drejtë. Gjuhëtarët austriak janë përpjekur ta shpjegojnë me fjalën ndjek. Mirë po nuk është e vërtetë. Ky është shpjegimi në helenisht dhe unë e kam përkthyer në anglisht. Dhe këtu thuhet në mënyrë perfekte që Sikelia është në fakt një emër kelt. Vjen nga Kikilia. Pra emri i Sicilisë vjen nga Kikilia në gjuhën kelte dhe kjo ka qenë një mbretëri e lashtë e prygazve në Azinë e Vogël. Dhe kulmi ka qenë kur vërtet e gjeta këtë dhe është dhe adresa. Kjo mbretëri në gjuhën akadiane quheshte Hilaku. Por hebrejtë kanë një h shumë të fortë që helenët e lexuan si një k. Pra për helenët kjo ishte Kilaku, por kjo shqiptoheshte Hilaku me një h të fortë të gjuhëve semite. Pra është fjalë semite. Emri i perandorisë Hilaku ishte një perandori hitite në fillim, indo-europiane, por emri është me origjinë akadiane. Dhe këtu është të shënuar në Azinë e Vogël, ku ishte kjo perandori, Hilaku ose Kikilia. Kjo që po shikoni në monitor është përtej imagjinatës njerëzore. Është një sipërfaqe jashtëzakonshme në Turqinë e sotme. Kjo është Kikilia të dashur shqiptar. Ishte perandori hitite që më vonë evoluoi në perandori të prygazve. Kjo është shkaku që ky emër gjendet edhe në Thraki. Pra Kikilia vjen nga gjuha akadiane Hilaku. Çfarë do thot fjala Hilaku do gjendet me fjalor të gjuhës akadiane dhe të gjuhës asiriane, pra është fjalë me origjinë semite.
Po e rëndësishme është që h-ja e fortë e fytit semite, hilaku, është bërë kikilia, që pastaj u bë Sicilia, pra k-ja është bërë s në gjuhën siciliane të dashur shqiptar. Kjo është për te imagjinatës njerëzore. Pra kjo ishte mbretëri hitite, u bë pastaj mbretëri e Prygasve, pastaj u bë koloni e Helenëve, ata e pushtuan, Kikilin. Banorët e Kikilis u përzun pastaj, ose nga Asirianët, ose nga Helenët, nga tokat e tyre, dhe shkuan në Gadishullin Iberik. Prandaj udhëtuan në veri të Italisë, pastaj u përzun nga Italia dhe shkuan në Sicili dhe atje mbetën përgjithmonë. Pra, emri Sicilis është emri i lashtë i perandorisë së Prygasve, Kikilia. Tani këtë mund ta gjeni vetë në internet, por ajo që është e rëndësishme është se këtë e gjeta unë. Dhe përpara meje absolutisht asnjë studiues në botë nuk e dinte se çfarë ishte Kikilia. Kjo që po shikoni në monitor e ka përcen çdo lloj imagjinate njerëzore. Këtu është dhe harta e Kikilis, që në Sicili u bë Sicilia. Pra këta banor të Kikilis shkuan në Gadishullin Iberik në shekullin e 6 para erës sonë, u përzun nga tokat e tyre, sot atje banojnë semit. Banojnë gjithashtu dhe hebrejnë. Pra na kanë përzën neve nga tokat e tyre. Dhe emri që ata mbanin ishte emër semit, por banorët ishin indo-europian deri në shekullin e 6 para erës sonë. Prandaj këta Prygas erdhën në Gadishullin Iberik, pastaj në Itali, më në fund në Sicili. Ky është emri Sicilia të dashur shqiptar. Kjo është çmenduri. Pra, emri i Sicilis vjen nga Kikilia dhe ka ardhur nga gjuha semite, hilaku, po ata e shqiptojnë me një h të fortë, hilaku. Dhe grekët këtë e dëgjuan si k, Kikilia. Këta Kikilian vendosën në Thraki. Në Maqedoni, shkojnë deri në Gadishullin Iberik, pastaj pushtojnë Italinë e Veriut, përleshën atje me fiset të tjera, Helene, Italike, Ilire, Mesape, e humbin betejën dhe përzihen nga toka e tyre në Itali për në Sicili, aty vendosën përfundimisht. Ky është emri i Sicilisë të dashur shqiptar. Dhe nuk vjen nga fjala çelës. Por tani ka lindur një problem shumë i madh, se në këtë mënyrë se si u shpjegua fjala Sicilia, nga fjala çelës, në këtë mënyrë Petro Zhej ka shpjeguar të gjithë emrat e gjetura në Vedat e Indisë së Vjetër, të gjitha zotat helene. Madje kjo ka krijuar një pellg albanologësh që quhet Akademia e Rënjve Tona. Të mos flasim për shpenzimet me mijëra euro që janë harxuar kot. Me këto formulat e shkëmbimit të tingujve që kthehen në numra, në formulat e Pedro Zhejt, që ishte i marr. Dhe kjo marrëzi i ka përfshirë të gjithë. Pra një i çmendur çmendi të gjithë Shqipërinë. Po kulmi është ky, është krijuar Partia Pellazgë në vitin 2024. Është bërë lëvizje politike, lëvizja e Petro Zhejt. Mua nuk më vjen keq për këta njerëz, ata nuk ndryshojnë. Idetë e tyre janë fikse. Ne kujtojmë se ky është sport popullor. Jo, kjo është sëmundja e parashqevisë. E çfarë është sëmundja e parashqevisë? Kur pëson eshemi cerebrale, të lehtë. Me fjalë të tjera, damlla. Kjo lloj damllaje ju bie njerëzve që kanë kaluar një stres shumë të madh, njerëzve që kanë kaluar trauma,
dhe në Shqipëri, mbas rënies së diktaturës, kanë pësuar traumë 100% të shqiptarëve. Ne na ka rënë një damllaj e lehtë të gjithëve. Por mund të shërohesh nga damllaja, kthehesh. Në qoftë se nuk është dëmtuar truri shumë. Por disa njerëz e kanë trurin komplet të dëmtuar, ata nuk shërohen. Ky nuk është sport popullor. Këta njerëz besojnë me sinqeritet plot dhe numri i tyre në Shqipëri është të paktën 30.000 veta në rrjetet sociale. Të paktën. Por ata që nuk deklarohen se u vjen turp, ta thonë që ne jemi pellazg. Këto janë kushërinjt tanë, motrat tona, vëllezërit tanë, njerëz të afërm, nënat tona, baballarët tanë, besojnë që janë pellazg. Dhe marrin si shembull pikërisht këto turbo-albanët, të cilët përdorin algoritmin simbolik ose të barazosh një tingull me një numër dhe të ndryshosh vendin tingujve në kokë. Në formula që nuk ekzistojnë gjikundi, po në kokën tënde të çmendur. Pra këta njerëz kanë pësuar traumë në tru. Numri i tyre është shumë i lartë, është shqetësim i madh. Këta njerëz nganjëherë janë dhe agresiv. Janë bërë parti politike. Kjo çmenduri është përhapur edhe në Greqi. Këta njerëz quhen turbo-helen. Përpiqen të shpjegojnë të gjitha fjalët e botës, në të gjitha gjuhët e botës, me origjinë nga helenishtja. Edhe ata janë të marrë. Por marrëria e tyre është më pak e dukshme. Nuk përdorin algoritmin simbolik, nuk përdorin ndryshimin e tingujve në numra, siç bënte Indieri Petrozhei dhe dishepujt e tij. Pra A plus B plus C jep Z, B plus C plus A jep Z, dhe pastaj ndryshohen brenda fjalëve tingujt dhe fjala Sicili del nga çilësi ose çelësi i shqipes. Kështu ata i shpjegojnë të gjitha fjalët në gjuhën egjiptiane, në gjuhën romake, në gjuhën greke. Këta janë pellazgët që ta dini ju se nuk e di njeri. Tani, ata që janë me shkollë, intelektualët, atyre u vjen turp ta thonë se përse quajnë veten pellazg. Po kjo është pellazgjishtja, kjo është ideja e pellazgëve, që nuk ka të bëj fare me pellazgët e vërtet. Do t'i shikojmë në filmat e tjerë të mi, kush ishin pellazgët, emrat e qyteteve të tyre, në Thesali aty janë gjetur. Dhe çfarë kuptimi kanë pak a shumë. Por kjo është hipotezë, sepse siç e shikojmë, në qoftë se pellazg janë pikërisht sicilianët, tani çdo gjë që bëjnë edhe gjuhëtarët e mëdhenj, këto janë hipoteza. Ajo që nuk kundërshtohet janë hartat që janë gjetur të këtyre pellazgëve, nga vinë ata, vinë nga Azia e vogël. Pra po ti je pellazg, nuk je autokton. Nuk je as grek jo, as shqiptar jo. Vjen nga Azia e vogël. Vjen nga Kikilia, Hilaku. Këta flisnin një gjuhë indo-europiane, keltike. Nuk është shqip, nuk është greqisht. Në qoftë se këta janë pellazgët, këta janë kelt. Tani, kur ti flet me një gazetar dhe ai thot vetes që janë pellazg, kur flet me një mësues të gjuhës shqipe që thot janë pellazg, ish mbushur mendja e tij, ati vjen turp thot se pse është pellazg, nuk e shpjegon. Thot janë pellazg. Por në mendje, ky pseudo intelektual përdor të njëjtat argumente si ata që janë pjesëtar të Akademisë Rënjët Tona. Ideja është që fjalë më të gjata, të gjuhës hitite, të gjuhës kelte, të gjuhës greke, të gjuhës romake, egjiptiane, gjuha indisë e vjetër, të gjitha na që kanë formuar nga fjalë një rrokshe të shqipes. Por fjala çelës nuk është me një rrokje, është me 3 rrokje. Atëherë çfarë bëjnë ata? Me manipulime zëvendësojnë dhe ndryshojnë emrin e tingujve në një fjalë që të përputhet fjala Chelsea e shqipes me fjalën Sicili. Por ata nuk e dinë që kjo fjalë nuk shqiptohej Sicili. K-ja është bërë ç në italisht.
në shekullin e 10 gjatë mesjetës. Kjo është Sikania, emër origjinal. Sikilia, e cila vjen nga Kikilia, që është një emër prygas i një fjale akadiane, Hilaku. Është emri i mbretërisë prygase. Në Azinë e vogël, në qoftë se ti e identifikon veten me pellazg nga Azia e vogël, ta zëm se je pellazg. Është një rrezik shumë i madh, sepse grekët të thonë, ti nuk je autokton. Ti pas ka ardhur nga Kikilia, atëherë shko në Turqi tani, ik, nuk je autokton, je pellazg. Pra pellazgët janë të ardhur nga Kikilia në këtë rast. Mbretëria Hilaku. Dhe gjitha kjo pellazgjia që ndërtove ti dhe partia pellazge ty të del kundra është si një bumerang. Ti do që të marrësh tokat e tua në Hellad, por ti po humbet tokat e tua në Shqipëri, ti thua nuk jam shqiptar, jam nga Azia e vogël, jam nga Kikilia, sepse u gjetë se çfarë është Kikilia, po jo. Dhe nëse vërtetohet vërtet që gjuha shqipe është e lidhur me gjuhën e Kikilis, grekët thonë, pa ikni që këtej se të gjitha toponimet tuaja janë greke. Aulon do thot ngushtic në gjuhën greke. Himara vjen nga hima, dimër. Argjirokastro vjen nga greqishtja, argjiro, argjend. Kështjella prej argjendi. Saranda vjen nga fjala 40 shenjtorët në greqisht. Dyrakion do të thot fjalë për fjalë batic e keqe në greqisht. Lissos do të thot gur i rumbullakët, lezha në greqisht. Pra ty të dalin të gjitha emrat grek. Dhe në qoftë se ti nuk i ndryshon këta emra grek të qyteteve, shumë shpejt grekët do mobilizohen dhe do përpiqen të pushtojnë, ato i quajnë toka greke. Pra në vend që të heqësh ti emrat grek që ke në Shqipëri, ti përpiqesh të gjesh origjinën e fjalës Sicilia nga fjala çelës. Ta zëm se e gjete. Mirë atëherë thon ata, ik në Sicili, nëse vjen nga fjala çelës. Vika nga fjala Kikilia në Azinë e vogël. Më mirë akoma, shkoni në Turqi me vëllezërit tuaj të gjysmëhënës. Banoni bashk në Kikili. Ju bëft mirë Kikilia dhe Sicilia, të dashur shqiptar. Pra përfundimisht, është krijuar partia pellazge. Dhe kush është antari i partisë pellazge? Me në kryes suden e etimologjisë, që ashtu i ka shpjeguar ajo të gjithë emrat pellazg. Mbas filmit tim, nuk do t'i flasin me gojë atij personit partisë pellazge, motrat, vëllezërit, do thonë ti që nge i çmendur. Në qoftë se ti je antar i partisë pellazge, ti që nge i marr. Atëherë, ne nuk e dinim, do thonë. Pra, përhapeni këtë film, ta shikojnë vëllezërit, motrat tuaja se nga vjen fjala Kikilia dhe ata shpjegojnë nga fjala çelës. Ata të marrët. Turbo-albanët. Pra ti je turbo-alban do thotë të kesh përsuar ishemi cerebrale, do më thënë ti jesh i marr. Truri yt nuk ka marr oksigjen të mjaftueshëm për disa minuta. Ka humbur aftësitë e tija, truri. Pra të paktën 30.000 shqiptar, antarë të partisë pellazge, kanë pësuar eshemi cerebrale. E tmerrshme. Ata nuk shpëtohen. Vetëm mund na vi keq për ta. Ata flasin parashqevisht. I falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Jam një gjigant. Jam një titan. Pranojeni.